Mirë se erdhë të dashur peshqi në letrat rrëfejnë, jam Diana dhe do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është perëndoresha, një letër e mrekullueshme të dashur peshqi. Për ju po vjen një periudhë rritjeje, përmirësimi dhe mundësish të pafundme, që mund të sjellin më shumë rehati në jetën e juaj. Kjo letër është shumë e fortë për bollëk, mirëqenie, kreativitet dhe rezultate që fillojnë të duken konkretisht. Në të ardhmen mund të kesh avancim në punë. Kjo të paralajmëron këtë. Ide që sjellin fitim, përmirësim financiar, ose një periudhë ku do investosh më shumë tek vetja, pamje, shtëpia apo mënyra si jeton. Çdo gjë që nis me seriozitet tani ka potencial të rritet më shumë. Në dashuri të dashur peshqi, kjo letër të bën të shumë tërheqesh emocionalisht dhe fizikisht. Mund të tërheqesh dikë që të sheh me admirim ose të ndjesh më shumë vlerësim në një lidhje ekzistuese, nëse është ajo për ju. Për disa peshqi, kjo letër flet edhe për krijim familje për një periudhë më të ngrohtë emocionalisht. Por kjo letër ka dhe një mesazh shumë praktik. Mos rri vetëm duke ndërruar apo planifikuar. Ti shpesh ke ide shumë të mira, por humb kohë duke pritur momentin perfekt. Kjo letër të thot qartë që tani është koha të veprosh. Investo tek vetja dhe mos e ul vlerën tënde. Gjërat që kanë potencial të rriten shumë, por vetëm nëse u ushqen me veprime dhe jo vetëm me dëshira. Do thotë është një energji perfekte të dashur peshqi për ju tani, që mos t'i leni në dëshira, por dëshirave tuaja t'ju jepni jetë. Është momenti tani.